do të është provon të inxjerr Kurti, e tha kolega Shala, provon të inxjerr në zgjedhjet e ardhshme të përfitoj. Po pse s'ka ka kjo jo legjitime e para? E çka po bojnë këta opozita tani? Do thotë kjo është moralizim pa bazë, është autorizim, ndërtim autoriteti mbi një kauz të paqen. Na nuk mujna me dalë mbi vendimin edhe nëse si më thënë na do këtë i keq e kritikojmë ai precedoni 2014-s kur gjykatësi Merasani edhe gjykata kushtetuese për me mojt tashin në PDK-n pushtet, boni çfarë fiskulturën juridike edhe boni këtë vendim. Tash e kemi atë që e kemi, atë vendim, edhe ai vendim nuk interpretohet pse pas ka të drejtë, domosdoshmë pse pëlqen dikujt nga analistat, apo dikujt nga mediat, apo dikujt nga politikanët e cili do spektër, ta interpretoj ashtu. Prandaj zgjidhja është interpretimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese në relacion me vendimin e saj. Do të ta jep një shpjegim plotësues çka ka dashur me thonë gjykata kushtetuese kur ka thonë i pari propozon. Sepse edhe këtu ka kontestime. S'ka dashur me thonë këto, s'ka dashur ato. Prandaj tereni i manipulimeve, i interpretimeve të tekeve, të qefeve, të urrëtieve, të inateve, të partive politike që atë punë kanë, me ndërtu narracione, kauza edhe të paqena ndonjëherë, me provu, me botë diçka të tillë, po na bjen në këtë fazë të blokadës të panevojshme. Fala, a e përfundove Gashi, apo jo? Po, edhe një sekund. E kemi një situatë për një me çesharake. Do thotë, po para supozohet që vetëvendosja edhe zoti Kurti janë kokë fort, janë blokues, se spendrojnë emrin e kandidatit për shkak që ato pja lypin partit opozitare, ish opozitare, edhe kjo qenë ka shumë tek i keq edhe kokëfurtësia Albin Kurtit. Po nuk është kokëfurtësi kjo, është produkt edhe i vendimit gjykatës kushtetuese, edhe votave të marrëna, se nuk po folëm për një kandidat që ka 500 vota, ka jo legitimitet edhe ka i aty për shkak matematikave. Po për një kandidat i cili është me 125.000 vota, është figurë shumë e rëndësishme në vetëvendosje, kam bëjt qëndrim edhe vetëvendosja si e tillë, po rrjedhimisht Albulena Agjiu prezanton vetëvendosjen e mirëqenë. Prandaj refuzimin ndaj Albulenës është qesharak, sepse s'ka të bëjë me Albulena Agjiun, ka të bëjë me urrëtitjen, inatin edhe me vetëvendosjen, edhe me Albin Kurti per se. Prandaj kjo është situatë kështu çysh është. Dhe natyrisht që tash na mujna këtu me bojë interpretime qefi, jo duhet me ndru kandidatin tash, se këta s'po ja votojnë se si ka numrat. Pjesë e diskutimit është ajo edhe... Blerem, 7 minuta e gjys e të folë. Së tash ku me vendosin tajme, të në telefon për me këshyrë cili po folë ma gjatë. 7 minuta e gjys